O Zot, kur mos ndodh që të na marrësh besimin, e të na i pastrosh zemrat neve, ja Allah, nga besimi, subhanallahu, të na i largosh neve besimin edhe dashurinë që kemi për ty nga zemrat tona, ja Allah. Ta shofi si diçka, si dhuratën më të madhe, ashtu si që lutemi që Zoti neve të na shtoj mirësinë, begatin, pasurinë, na japi të mira në këtë dynja, edhe objektivat që kemi, ashtu të lutemi edhe për besimin tonë, edhe të na forcoj Zoti Xheleshanu. Po të ka falë Allahu Xheleshanu besimin, edhe udhëzimin e mirë, pa asha Allahu ke fitu dynjan edhe ahiretin. E nuk ke nevojë më, tjerat pastaj janë plotësuese, tjerat janë pastaj gjëra jo kaq të rëndësishme sa ç'është kjo. Prandaj vëllezër të nderuar, e lut Allahun Xheleshanu na i ndriçoj zemrat gjithmonë më shumë, o Zot, me dritën e Kur'anit dhe me dritën e dashurisë për profetin alayhi salatu wassalam. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, na oriento për tek e mira dhe na largon nga e keqja, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na forcoj, ja Allah, në besimin edhe në rrugën tonë. O Allah, ty të lutemi, ja Rabbi, na shto dashurinë për njëri tjetrin, ja Allah, se zemrat janë smur, zemrat, ja Allah, janë ngarkuar shumë. O Zot, na ka humb durimi, o Allah, na ka humb butësia, o Allah, po na zbehet mëshira për njëri tjetrin, ja Allah. Prandaj të lutemi ty, o Zot, na i zbukuron neve zemrat tona, na i stolis me mëshirën, me butësinë, me tolerancën që duhet ketë një besimtar i mirë, që e don me shpirt Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam.